Drejtoria e shërbimit të provës në Vlorë në bashkëpunim me institucionet e drejtësisë, që janë gjykata e shkallës së parë, ka administruar të gjitha rastet që kanë të bëjnë me të miturit që kanë kryer vepra të ndryshme penale. Sipas drejtorit të shërbimit të provës në Vlorë, Francesco Muçaj, janë disa rastet kur të miturit janë të përfshirë në vepra penale, por kryesisht bëhet fjalë për vepra jo të rënda në kundërshtim me ligjin, të ndikuara edhe nga faktorë të ndryshëm, si përdorimi i teknologjisë. Dekati Detyruar e Shërbimit të Provës Vlorë ushtron funksion në marrëdhënie të ngushtë me prokurorin pranë gjykatës së shkallës parë të Kryqëzimit Përgjithshëm në Vlorë për trajtimin e të miturve në konflikt me ligjin, ashtu si edhe me Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit të Provës. Muajt e fundit ja përfshi edhe në mënyrë aktive në hartimin e raporteve individual të vlerësimit për të mitur i konflikt me ligjin dhe konstatoj që nga Dekati Detyruar e Shërbimit të Provës Vlorë administrohen qoftë kërkesa për hartimin e raporteve individual të vlerësimit nga prokuroria, po ashtu dhe urdhër ekzekutimi për vepra penale me objekt të mitur i konflikt me ligjin, kryesisht vepra të lehta penale që kanë të bëjnë me cënimin e marrëdhënieve komunitet për shkak të zhvillimeve të teknologjisë, përdorimit të monopatinave, të motorave elektrik, dhe janë në raste shumë të ralla ato vepra të cilat kanë të bëjnë me një rrezikshmëri pak më ndryshe shoqërore të miturve konflikt me ligjin. Muçaj thekson njëkohësisht rëndësinë që këta të rinj të përfshihen më pas në aktivitete të ndryshme, si dhe në zgjedhjen e një profesioni, në rastet kur vijojnë me arsimin e tyre. Shërbimi i provës munduar që në bashkëpunim me Bashkinë Vlorë, me Njësinë e Mbrojtjes së Drejtave të Fëmijës dhe Drejtorinë e Shërbimit Social, po të Bashkisë Vlorë, të mbështesi riintegrimin e plotë të miturve konflikt me ligjin në shoqëri, nëpërmjet Agjencisë Kombëtare të Punës dhe Aftësive Vlorë dhe Qendrës Rajonale të Formimit Profesional Publik Vlorë, mundohemi që për të rinj të cilët e kanë të pamundur të ndjekin shkollën për një arsye apo për një tjetër, apo që kanë mbushur moshën dhe kanë përfunduar arsimin e detyrueshëm dhe nuk zgjedhin që të vazhdojnë më formimin e tyre shkollor, të mundohemi që të japim dhe të sigurojmë formim profesional përkatës sipas kërkesave dhe specifikave dhe emergjencave të tregut të punës në qytetin e Vlorës, dhe pastaj nëpërmjet AKPO-s të mundohemi të gjejmë një marrëdhënie punësimi të qëndrueshme për të krijuar të ardhura me dinjitet. Të miturit dhe të rinj të nën moshën 18 vjeç janë përfshirë në raste të ndryshme në kundërshtim me ligjin, ndërsa synimi kryesor mbetet riintegrimi i tyre në komunitet.